Mirëmbrëma Xhiro me Syqin. Sot unë mendoj që problemi kryesor në Shqipëri, dhe kështu mendojnë dhe shumë të tjerë analistë, nuk është politika, por është sistemi drejtësisë, sepse sistemi drejtësisë është kolona vertebrare që mban gjithë ekuilibrat e shtetit dhe nuk lën abuzimin e pushteteve të njërit pushtet apo tjetrit mbi njërin pushtet apo tjetrin. Dhe unë mendoj se ne historikisht nuk kemi pas një sistem drejtësie sistem drejtësie kemi pas në po shtetës drejtës që ndërtohet nëpërmjet sistemit drejtësisë, nuk kemi pas. Dhe sonte unë kam derin të kem të ftuar prokurorin dhe analistin Eugen Beci. Mirëmbrëma, mirë se t'jeta. Mirëmbrëma Eugen, dhe është kënaqësi. Tashti Eugen, mendoni ju se drejtësia sot ka kriju probleme në vend që zgjidhi problemet, kjo për shkak të trashëgimisë tonë historike me drejtësinë, edhe unë mendoj, ju jeni kompetent për këtë punë, unë mendoj që akoma kemi një mundësi bolshevike në gjykim. Dhe a është drejtësia statistikë sa dënuar ke, apo sa drejtësie? Duket se sidomos me spakun e sfundi po vrapojmë më shumë mbas statistikave për të kriju ide që spaku po bën hatan e madhe, kur në fakt hataja nuk është se edhe po dënun 3 politikanë, 10, 15, nuk është gjithë drejtësia për 97% nga personat të drejtësisë, më kanë thënë, nuk po përmend emra për etik, personat lartë drejtësisë, më kanë thënë që 3% është problemi këtyre politikave, 97%. Ose edhe më pak. Edhe më pak. 97% janë problemet e njerëzve që rrinë me vite për të marrë drejtësinë me letra në dorë, fugojnë në përgjigje. Pra, a kemi një rrugë të gabuar në aspektin e juridik, por edhe në aspektin e dhënies drejtësisë? Të kuptova. E para, ne kemi ndetur 50 vjet në një sistem drejtësie. Ta themi sistem drejtësie, se në fakt duket sikur i bijem në qafë kur themi sistem drejtësie, po sistem gjyqësor që tenton të bënte drejtësi. Drejtësi, po. Jo me natyrë bolshevike, po totalisht me natyrë bolshevike. Me teori bolshevike, me teori që vinin nga Bashkimi Sovjetik, me libra që përgatisnin juristë e rinj nga Bashkimi Sovjetik, me kualifikime që merrnin juristët e famshëm të viteve para viteve 90 në Bashkimin Sovjetik, dhe ai po të kuptim, ajo frym si në shkollë, si në praktik u fut thellë në Shqipëri. Përfshirë këtu faktin që drejtësia ishte diktaturë e proletariatit, armë në dorën e proletariatit, siç ishin ato parrullat, sigurisht që është e vështirë që ta çrrënjosësh. Është e vështirë ta çrrënjosësh sepse ke patur profesor dhe pedagog të universiteteve të përgatitur dhe duke përgatitur brezat e tjerë me këtë natyrë bolshevike. Këtu nuk dua të përjashtoj profesor të cilët janë korifejnë të drejtësisë, që kanë ndërtuar bazën e drejtësisë. Ikim nga kjo. Por kultura do të thoni atyre brez studentave që pastaj kultura ishte bolshevike. Erdhën në post-diktaturë. Ishte bolshevike dhe këta të post-diktaturë. Unë e quaj demokraci, se si jemi akoma në demokraci. Ishte bolshevike. Jo vetëm bolshevike, po jo përcolli dhe ke brezat e tjerë. Po të vesh re, librat dhe teoria më e fortë e jurisprudencës në Shqipëri shumë vonë ka filluar të vijë nga ana e perëndimit. Këtu kanë qenë teoritë klasike të Bashkimit Sovjetik, këtu ka qenë mënyra se si kqyre vendi ngjarjes nga Bashkimi Sovjetik, këtu ka qenë mënyra se si trajtohet dhe zbërthehet vepra penale nga Bashkimi Sovjetik, dhe të gjitha këto element duam ne në subkonsciencë ndikojnë. Edhe sjellin brezin. U tentua pas viteve 90 të tejkaloj një situatë e tillë, por ishte e pamundur. Në sistemin e prokurorisë, përveç sistemit gjyqësor, pati një reformë të fortë që unë dua ta përmend, ishte reforma që bëri Alben Rakipi kur ishte prokurori i përgjithshëm. Ai pas vitit 97 e pa që nuk mund të hecej më me teoritë e vjetra dhe me kuadrot e vjetër, po t'i quajmë të tillë. Dhe çfarë bëri? Të tërë brezin e studentëve që kishin marruar pas 95-96-s, e ktheu dhe e futi në drejtim të prokurorisë shqiptare. Po kjo gjë nuk ndodhi me gjykatën. Në gjykatë u tentua historia e plepave që dështoi. Ishte skandal.
Është më skandal sot, po nese, atëherë dështoj. Domethënë sot është më skandal se po ka element të plepave sot në drejtësi? Po shiko, elemente plepave mbetën kot, ju mbeti histori e plepave, se elemente plepave është histori më vete ajo. Njerëzit që e sulmonin më shumë elementët e historisë së plepave ishin pedagogët tanë. Dhe ata pedagogë që ishin në drejtësi kene, kur u hap realisht kursi I plepave, vajtën dhe dhanë mësim atje. Dhe pas I dhanë mësim atje, u kujtuan dhe thanë prapë është gabim. Po ç'ndodhi? Kishte një bukur, dhanë mësim dhe pas I dhanë mësim thanë është gabim. Po I kujto gabimi? Po pra, tash historia e plepave është shumë interesante. Grupi I njerëzve që vajtën ke plepat, se duhet ta marrim në konsiderat, mos ta bëjmë shumë filozofike, ta marrim në konsiderat. Asa unë ti të marr dhe ti je me shkollë të mesme. Dhe të çojnë në magjistratura, të çojnë në shkollë tjetër të jurisprudencës, ti sa do të përpiqesh nuk ke formimin. Kurse ke plepa ndodhi diçka tjetër. Ti ishe një inxhinier, ti ishe një matematicien, ti ishe një mësues dhe u çove atje. Kishe formim në përgjithshëm, e kishe shumë më të mirë se ai I gjimnazit. Mbarove shkollën e plepave, por kur e pan që e kishin shkelur nga tëra anët, çfarë bën? Ju thanë, juve që të vazhdoni punën, duhet të vazhdoni drejtësinë. Edhe të gjithë ata kanë mbaruar fakultetin e drejtësisë më pas. Kurse sot që flasim, ka pasur student të plepave, po I themi student, po kursant si duhet ta quajmë, që bën karrierë shumë të mirë në drejtësi. Edhe ishin gjyqtar dhe prokuror të shkëlqyer. Nuk është ai problemi. Problemi ishte ke mendësia. Problemi është ke fakti që ne mendonim që vazhdonim të mendonim që prokuroria dhe hetuesia është drejtësia në këtë vend, se kështu na e kishin thënë më parë. Punojnë si sigurimin e shtetit, hetuesi. Gjykata vetëm formalizonte. Gjykata vetëm formalizonte dhe ishte kjo teori. Që mos vazhdojmë më tej. Fakti që kishim një background të tillë nga Bashkimi Sovjetik, fakti që kishim një mentalitet të tillë si popull që prokurori është kryesori ose hetuesi është kryesori, ne gjithmonë e neglizhuam gjykatën. Dhe ku vim? Vim sot në një dëshirë të madhe për të patur një sistem drejtësie të reformuar, por një dështim total. Një dështim total sepse u ndërhy masivisht pa menduar dhe pa kuptuar se çfarë do të ndodhte. Në rast se unë dua të rregulloj mobiljet e shtëpisë dhe dua të ndroj tëra mobiljet e shtëpisë, se them janë të vjetra, nuk bëjnë më, nuk më mbajnë më bukën, kërcasin dollapët kur I bëj, dhe nuk kam para, nuk I ndroj dot. Ne çfarë bëm? Shumë e bukur. Nuk menduam për parat dhe tham, mobilje do I ndroj. I morëm I ndorën tëra mobiljet jashtë shtëpie, I hodhëm nga balkoni, I hodhëm nga dritare, dhe kur e lam shtëpinë pa mobilje, s'pas kemi lekë të blejmë të rejat. Edhe ne jemi sot në një shtëpi pa krevat, pa dollap, pa asgjë prej gjëje. Kemi vetëm një komodin, ajo që është spaku, që thatë ju. Në rast se reforma është bërë vetëm për të krijuar spakun, ata ja kanë dalë. Ja dolën, e arritën suksesin. Në ç'kuptim ja kanë dalë? Ja kanë dalë, sepse në rast se... Kjo se mund të pres një sekond. Ju thatë një gjë me vend që domon gjyqjet popullore që bëshin. A mendon se ndoshta dhe si popull ne e kemi çikët gjyqjet popullore edhe sot për shembull? Po na është brumosur neve. A kuptoj Ne na është brumosur. Vet populli dhe kur pastaj bin vet viktim themi, po vet populli ka një lloj kënaqësie për shembull kur dënohet Eugenio, kur dënohet tjetër. Si ajo histori e Gazit 69, që hynte në rrugice. Mban atë historinë e kohës se ne të dy e kemi arritur. Ka dy histori Gazi 69 për këtë mentalitet në popullit ton. Dilin kur hynte ke rrugica e një lagje, Gazi 69 që për ata që se dini ishte I sigurimit shtetit që vinte të arrestonte, civilët vinë të arrestonin. Tër dilin ke dritarja dhe s'na loj ke dera ime, ja hodha këtë rallë, s'na loj ke dera ime, s'na loj ke dera ime dhe gjithë më qifeshin prapë në shtëpi. Në I derë do ndalonte ai. Edhe ngeli shprehje gaz e derë. Po gaz e derë. Dhe ky është mentaliteti I popullit. Edhe I gjao për ta bërë se me gazin kujtove I gjao shumë të bukur. I heri dhe prish një gaz 69, mu ke shkolla de rada, se aty kam jetu unë. Për ata që se kuptojnë se më na keq kuptojnë, gaz 69 që është marke makinës. Nuk e kemi për gaz tjetër, jo. Gazat gjipet 69. Edhe I kishe naru gazi 69, që aty ishte prish.
Edhe po rritë aty 3 ditë rresht, tash i gjithë plagja, me çinë kanë, derisa erdhën e morën në tjetër. Ky është mentaliteti i popullit shqiptar. Para dhe e dyta, ajo që thoni ju për gjyqjet publike, po të mbani mend ne rrinim ke shtëpitë e kulturës kur i jepeshin artopolantët që gjyqi bëhej brenda dhe populli dëgjonte se si u dënuar mik i popullit. E njëjta histori, po sot nuk kemi në artopolant. Sot nuk kemi në artopolant, jemi përballë televizorit. Do ta them nuk e maj me emrin e prokurorit. Tash po mund ta gjejmë kujtohet kur është dënuar se ti mamen, kur është dënuar Shkelzen Doçi me Gaspar Zorçin mamen. Për biletat, është bë gjyqi ke kineman janë kombinat. Dhe kur prokurori kërkoi dënimin me vdekje, salla Duart Rokiti. Ne pa ky është mentaliteti i publikut. Edhe nuk e harroj gjykatësi tha, ulën i tha që si këtu po hiqen 2 njerëzish. Ishte viti 85, ato vite, këtë 85 na morën marsi 85 ka qenë diçka e tillë. Po pra, se vazhdon me historia dhe me ekzekutimin atyre të shkretëve se për 1 milion lekë, $1.000 sot. Po sepse nuk mund të ndodhte. Edhe sa do të ishin. Nuk merret jetë e njeriu për disa vepra penale, nëse merret për asgjë se sot ku jemi nuk merret për asgjë. Ne kemi nënshkruar atë marrëveshje, por nëse të mos dalim nga tema. Duart një gjë kështu e kriminale, ky është problemi. Kemi 2 probleme në mentalitetin tonë. Kemi gazin që kalon ke rruga, do ndaloj apo jo ke dera jonë, edhe kemi artopolantin e kinoklubit, i cili është kthyer në një ekran televiziv, sot do të gjithë ulemi aty. Çfarë ndodhi? U tentua reforma dhe ju shit popullit, sikur me reformën në drejtësi do rregulloj gjithçka. Ajo paranteza që u bët në fillim të emisionit tuaj ishte shumë e bukur. Drejtësia duhet kontrollojë ekuilibrat e pushteteve. Dhe në rast se drejtësia nuk i kontrollon ekuilibrat e pushteteve, ajo bëhet abuzive, bëhet armë dhe bëhet armë e rrezikshme. Por në momentin që unë e shes dhe them që shiko, ti lirë, nuk e marr dot pronën për shkak të gjyqjeve të korruptuara. Ti Eugen, nuk e patur dot marrëdhënie të mira kontraktuale me punëdhënësin dhe punëmarrësin tënd dhe do shkosh në gjyq, po do zgjidhesh shpejt se nuk zgjidhe më para. Dhe e bën reformën për të na zgjidhur ne të dyve këtë problem, jemi okay. Por kur reforma mbaron dhe ka kaluar 10 vjet dhe as ty nuk është zgjidhur problemi, po të shpërkeqësuar dhe mua nuk më zgjidhur problemi, më shpërkeqësuar, unë vazhdoj të them që na ka mbetur vetëm komodina që është spaku. Spaku është okay. Është okay në kuptimin e aty synimi që bën pse them okay. Ju thot pak përpara që spaku, domthon drejtësia thotë që mund të përdoret dhe bëhet dhe kthehet në një përbindësh. Po patjetër. Tani se mund të prishë ekuilibra politik, dhe unë mendoj që ne tash jemi në një fazë prishjes ekuilibrash. Po e tentoi dhe e bëri politika diçka të tillë. Prandaj po thosha se s'dohet të zgjese. Jo, po spaku, a mendon që po godet në mënyrë të njëanshme? Unë mendoj që jo. Është logjika ime, mendoj që jo. Të kuptoj. Por fakti që politika tha që do bëjmë reformë dhe do zgjidhim gjithçka, ndërkohë asgjë nuk është zgjidhur. Përveç se atyre problemeve të spakut. Problemet e spakut lidhen me mentalitetin e popullit. Populli shqiptar nuk shikon hallet që ka brenda, por shikon të shkoj ke kino studio, ke kinemaja kush po dënohet. Vin. Por në rast se ti do shikosh hallet e tua janë zero, janë përkeqësuar. Ajo drejtësia kishte probleme. Patjetër, kjo drejtësia e vjetër, po që e quajmë, kishte shumë probleme. Po a u zgjidhen sot ato? Jo, nuk u zgjidhen. U përkeqësua gjendja e gjyqësorit në drejtim të zvarritjes gjykimeve, në drejtim të cilësisë së gjykimit, në drejtim të zgjidhjeve të problemeve reale. Dhe çfarë mbeti? Mbeti vetëm ai 1%, 2%. Ore ndaç ta marrim dhe 3% të politikanëve. Një prokuror, nuk jam në shifra, ju mund të dini shifrat më të sakta, një prokuror sot mund të ketë 1000 çështje, më thënë. Po, në Tiranë janë 800.000 çështje që kanë një prokuror në dorë. Si mund të zgjidhë? O çfarë cilësie pret ti? Po çfarë cilësie pret ti? Ai nuk i mban mend. Nuk i mban mend edhe ti hapdoset nuk i mban mend. Ktu është i njëjti problem. Atë që quhet backlogu, i famshëm. U tha kur bën raportin e reformës në drejtësi në fillim 2015-2016 u tha, shiko, kemi 16.000 dosje skandaloze. Dhe backlogu do bjerë, ky stoku i dosjeve do bjerë kur bëhet reforma në drejtësi. Çfarë ndodhi? 16.000 u bëj 160.000. 160.000. Kjo do thotë që ti nuk ke menduar mirë kur do të çmobiloje edhe për ta mobiloje shtëpinë. Ore në gjykatë apelit, unë për të marrë një letër, edhe do e them se s'kam. Një letër thjesht me një thjesht, domethënë duhet prit radhën. Po,
dy njëje kemi, se s'është ne jo, se s'bona ne krim. Një letër më për lagje, çështje dokumenti. Po pra pse që kishte kaluar nga gjyqja atje vetëm për ta zbardh. Po mos njohsh një, po mos ashtu nuk e merrshe dot për 6 muaj një vit. Po një letër me një letër kaq. E kuptoj. U dha vendimi i gjyqit që i lirë Demalia. Pse ndodhi kjo? Pse ndodhi kjo? Sepse harta gjyqësore nuk u bë e studiuar. U bë vettingull dhe nuk priti atë që thash. A kemi njerëz tjerë që do na zvendësojnë apo jo? Nuk pati një infrastrukturë të mirë, nuk pati një zgjidhje për sa i përket mënyrës se si gjyqtari do punoj. Dhe mbi të gjitha, ti ndalon ke gjykata e apelit. A e kupton ç'ndodh? Në gjykatën e apelit duhet të ketë 80 gjyqtar. Po plotësohen 78. Po plotësohen pak a shumë, se 3-4 vite ishin nga 28 gjyqtarë. U kupton 1/3, 1/4. Çfarë ndodh tani? Shkojnë ata gjyqtarë në një godinë ku ka 3 apo 4 salla gjyqi dhe nuk ka zyra ku të futen gjyqtarët. Nuk ka vend ku të vendosësh dosjet. Atëherë çfarë po bën? Po bën atë që po heq aksesin e qytetarit tek drejtësia, po e largon drejtësinë nga qytetari dhe po e ul ndjeshëm cilësinë e qytetarit. Atëherë ç'drejtën të duhet ty si popull kur nuk divorcohesh dot, kur nuk ndat dot pronën, kur nuk zgjidh dot një konflikt me komshiun, kur nuk zgjidh dot një konflikt me punëmarrësin dhe punëdhënësin, ç'drejtën të duhet ty se si funksionon spaku. Po. Kjo është shumë thelbësore. Çfarë po përfitojnë se dënohet Ilir Meta apo X apo a u zgjidhen problemet të tua? A zgjidhen problemet e mia? Jo, nuk zgjidhen. Sepse ajo që i quhet drejtësia e përgjithshme ose juridiksioni i përgjithshëm ka ngelur jo në vend numëror, por është kthyer në minus. Tash hajde diskutojmë për spakun. Është një element i rëndësishëm që populli shqiptar të kuptojë që ka fund pandëshkueshmëria, por duhet bëjmë një kujdes të madh. Pandëshkueshmëria nuk mund të heci me padrejtësi. Dhe çfarë do të themi? Dhe as me aksione. Po pra, as me aksione, as me statistika. Për të thyer prapë se të dy njohë dhe ju e njehni më mirë, sistemi i kalum diktatorial, mamen që bëjtë aksione, jo aksione, për amikun e Mrençëm ja fusë i aksion. Duhen 200 vetë për agitacione propagandë. U plotësua iku. Pra, këtu duhet kemi se mund një parrull që unë e përdor shpesh. Duhet të japim ndëshkim apo drejtësi. Këtu duhet ta ndajmë mendjen. Se ndëshkimi është komplet i kundërt nga drejtësia. Dhe unë mendoj jemi në ndëshkim. Ja, thash në fillim duke se spaku po ka më kënaqësi statistikat se sa dhënien e drejtësisë. Sepse këtu prap gabojmë ne. Spaku nuk jep drejtësi. Spaku është një prokuror i cili thotë ore Ilir ti je kriminal. Ne nuk kemi zgjidhur problemin thelbësor, gjykata. Më dole gjykata, nuk është drejtësia spaku. E kuptoj. Gjykata ku është mes meje dhe te duhet të jetë gjykata. Gjykata është e fundit. Unë jam çmendur, duhet të përfaqësoj shtetin dhe duhet të jem gjithmonë sulmos. Atëherë po, prokurori ka detyrë ka. Avokati mbrojtës ka detyrën e mbrojtjes. Po, jo ndarë dhe është edhe gjykata që ajo që jep. Tani, aman, ju keni qenë prokuror. Unë nuk jam njeri i drejtësisë, por të paktën sa kemi pa gjyqje edhe 35 vjet në Amerikë, kudo në botë, edhe prokurori ka një etik, apo jo? Patjetër. Kur një prokuror në sallë gjyqit sillet me një gjuhë banale dhe arrin, si ajo dje që për mua është skandal, ju gjykojeni se jeni profesionist, Sjolz Dado që i thot në sallë gjyqit Pandeurosisht aty që ti ke kushte si me qenë hotel me 5 hyje, po vetëm heqja e lirisë nuk është më 5 hyje. Po. Një, arroganca e tij, gjuha e tij dhe tjetra, unë me sa kam bisedu, po t'jetë një gjykatës, tamam gjykatës, që vim prapë ke drejtësia, atë do ta qisi jashtë nga salla gjyqit sepse jo, nuk është do ta qisi jashtë për gjë tjetër. E kuptoj. Që ai nuk ka magjistraturën, pra nuk mund të ketë togën e prokurorit. Aty hajde të diskutojmë, është problem tjetër. Ka ndodhur kjo në Amerikë, për një çështje, pse i kishte marru afati prokurorit, ka qenë kjo çështje e Trumpit. Po. E qiti gjykatës jashtë, ka marru afati, ditën që marroi nesër nuk e pranoi më sallë gjyqit. Ti trajtove dy probleme. Etikën e prokurorit dhe mënyrën se si zgjidhen apo jo prokurorët. Ma që sa kuptova unë ajo që ju thatë. Prokurori është përfaqësuesi i shtetit në një sallë gjyqi. Dhe shteti sa më serioz tjetë, aq më serioz është prokurori brenda sallës gjyqit. Dhe prokurori patjetër është i detyruar përveç atij sulmit që ka në parim në tërë botën që prokurori sulmon, akuzon se prandaj është titulli prosecutor. Prandaj ai sulmon dhe akuzon. Por shteti që të krijojë një lloj balance prokurorit i ka lënë edhe ca detyra tjera. I ka lënë një detyrë që të ruajë dinjitetin e
qytetarit që ka përballë, qoftë i pandehur, qoftë autor vrasje, çfarëdo qoftë ai. Dhe mbi të gjitha i ka lënë një detyrë kryesore, ka të shkruar në kodin e procedurës penale. Ai të mbledh prova jo vetëm për fajësinë, por dhe për pafajësinë e personit, sepse i është shteti. Edhe shteti, në rast se konstaton që ka fajësi dhe pafajësi, duhet ta bëjë në një balancë dhe këto detyrë ja le prokurorit që të mbledh prova jo vetëm që e fajsojnë Ilirin, po dhe që e shfajsojnë, ai është i detyruar të mbledh, mos të mbyll syrin dhe t'i heq. Domethënë, mos jetë qëllimin vetvete për dënu. Po, qëllimi në vete është të kërkosh sa më afër të vërtetën. Të vërtetës. Dhe që të kërkosh sa më afër të vërtetën, patjetër duhet mbledhësh çdo lloj prove që ka. Dhe për këtë arsye, të gjithë elementet që janë parashikuar në kodin e procedurës penale duhet i zbatoj prokurori. Në rast se nuk i zbaton, thuhet po, u çmend një prokuror. Do të vente, prap kthehemi ke reforma. A janë krijuar instrumentat e domosdoshëm për të patur një kontroll nga një prokurori që luhet i mënç? Është ILD-ja. Është ILD-ja, është KLP-ja, janë të tërë elementë të cilët sot për sot që flasim janë fantazëm, nuk po funksionojnë. ILD-ja është institucioni më i rëndësishëm për kontrollin e sistemit drejtësisë. Po, sepse Mos di kush është kryetar sot. As ti se di. Mos më ngatrove tani. As ti se di, imagjino. Më utove. Artur Metani. Artur Metani. Por nuk ka rëndësi emri, rëndësi ka struktura se si ngrihet. Në rast se ti prokurori ti jep pavarësi, gjykata e ka pavarësinë. Ti ke dhënë sot prokurorit me reformën e re pavarësi. Prokurori nuk pyet shefin e vet, nuk pyet drejtuesin e prokurorisë, nuk pyet prokurorin e përgjithshëm. Por një kontroll duhet ta kesh ti. Po pra. Sepse si thot Shkodrani, vetëm Gozhda është e pavarur. Po. Gjithë tjerët jemi të varur. Gjithë tjerët janë të varur, kështu që një lloj varësie duhet ta kesh që ta kontrolloj. Dhe të dalim. Më çeken balans edhe drejtësia do ta kontrollojë. Patjetër, duhet shkojmë ke ILD-ja. ILD-ja në bazë të një ankimi duhet të ndërmarrë një proces disiplinor. KLP-ja në bazë të rezultateve të një hetimi të ILD-s duhet të vendos diçka. A kemi parë ne sot që të kemi ndonjë ndëshkim të një prokurori apo të një gjyqtari për shkelje qoftë të etikës, për shkelje qoftë edhe të barazisë para ligjit, për shkelje qoftë edhe të zvarritjeve ligjore, të gjithë elementeve. Qoftë edhe ajo që ju thatë shumë mirë përpara, domethënë gjithë botën është që edhe kriminalit i ruhet dinjiteti personit. Patjetër është thelbësore. Me çfarë drejt të qisin marrëdhënie private familjare njërin tjetrën që dalin pazare, dalin në për tallavane darkës. Këto janë të gjithë elementë që duhet i kontrollojë gjykata. Dhe gjykata. Se unë di me ligj nuk e drejt, ti heton çështjen ka mund ti nuk hysh brenda objektit, madje edhe kur jepen dëshmitë, edhe kur mblidhen dëshmitë, nuk duhet të diskutosh çështje që kanë lidhje me moralin dhe personalitetin e personit, përveç se kur ato janë të domosdoshme për të provuar një fakt penal. Se në rast se vepra penale është ka lidhje me moralin në kuptimin ku diun, po themi një veprë penale që është seksioni i ngacmimeve seksuale, është normal që do hysh atje. Po në rast se je me vrasje, je ke korrupsionin, nuk do pyesësh sa burri mirë është i lirë. Po a ka pas dashnore, as ka pas dashnore. Do pyesësh a ka 10 lekë apo jo. Ky është thelbi. Dhe ky është thelbi që e përcakton sakt ligji. Dhe pastaj për të vajtur ke ajo tjetra që unë zbie shumë dakord me ju. Je apo jo prokuror, sot mirë apo keq, çfarë kanë bërë këta? Këta ngritën një sistem vettingu, ngritën një KPA, një KPK, ngritën të tërë elementet e kontrollit. A kaluan këto element kontrollit te Iliri që u emrua? Kaluan. Se siguria juridike është dhe për Ilirin që është prokuror, jo vetëm për Eugenin që është qytetar. Dhe në rast se Iliri ka kaluar tërë fazat e kontrollit dhe ja shpëtoi shtetit, s'është fa Ilirit. Iliri sot është prokuror. I ka marrë titullin. E ka marrë titullin prokuror, se ne mund të kthehemi te ai dekreti që ju mendoni. Pa ai dekreti që ju mendoni ka kaluar në bazë ligjore ke KPK-ja, ke KPA-ja, ke KLP-ja që e ka emëruar. Dhe janë të gjitha institucione kushtetuese që verifikojnë ligjshmërinë e emërimit të Ilirit. Përveç kësaj, për atë që ti e kupton shumë mirë që është siguria juridike, fakti që ka te kaluar kohën, është parashkruar si kohë, nuk mund të ngresh një paditë të këtij lloji që mund të jetë parashkruar, po themi kot, se nuk e di se ç'vendime do marrin gjykatat administrative në rastin konkret. Por mbi të gjitha për të qenë në siguri juridike, kur të tëra hallkat e shtetit Ilirit i thonë që është pilot, Iliri është pilot, nuk ka faj Iliri, ka faj shteti që ka qujt Ilirin pilot. Po nuk e di jam kupton. Qofse ka shumë bukur, qofse shteti ka bërë një gabim që e ka bërë Ilirin pilot. Po janë te kaluar gjithë. I lën avionin akoma, e mund ta hudhë me gjithë njerëz në tokë. Të gjitha janë te kaluar në rast se Iliri s'ka mësuar ta pilot të jap avionit rrugës.
zemër të Korçës, një diamant I rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalon te Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Megjithatë, të rrim te thelbi I çështjes, ne kemi një mentalitet shumë negativ, shumë të poshtër. Ajo që e biseduam bashkë. Nuk mund t'i thuash njeriu të kriminal duke e futur në kafaz, duke I privuar çdo lloj të drejte, duke I quajtur në mënyrën çnjerëzore denigrim total të atij njeriu. Ai mund të ketë bërë gjithçka. Jo, unë nuk jam simpatizant I, më falni po. Jo vetëm për atë, për të gjithë. Jo, e kuptoj çfarë do të thotë. Për Ilir Metën dje. Por sidoqoftë, as nuk kisha empati. Po kur e pash aty dhe në atë gjendje, është një fyrje për shtetin. Pse? Ai I ka bërë gjitha ndoshta, nuk e di. Drejtësia do presim. Nuk mund ta japun, nuk mund ta japi as kërkush. Por të trajtosh në atë gjendje, në atë mënyrë, një ish president shteti, ministri jashtë. Ore ish kryeminist, ish çdo gjë e lartë që ka Shqipëria. Unë kam thënë është fyrje për Republikën, është fyrje për Republikën se Republika dhe e u kem për të ardhur këtu. Nuk diskutohet që duhet fillojnë dëshkushmëria. Patjetër. Por në gjithë botën e kemi pa, kur është një zyrtar I lartë se ka marrë besim, ka një trajtim jo special, por kuptimi ka disa elementë që nuk e para. E dyta, pse u desh ky nxitim arrest direkt dhe sikur kisha mund u bëjshin gjyqet ke rastin e kam përmend ai erdhi edhe këtu, kryetari I Bashkisë së New Yorkut, me 12 akuza, vazhdon gjyqi I tij. Ai erdhi këtu kthehet, domthon preket dy element. Mënyrën se si trajtohen njerëzit. Nuk e di, ai ishte I qartë. Je shumë I qartë. Në mënyrën se si trajtohen njerëzit në paraburgim dhe fakti pse e çon njeriu në paraburgim. Këto janë dy elementet kryesorë. Elementi I parë, arresti në burg në Shqipëri është bërë si kusur. Mbarë në ato dyqanet, kur kthehesh e kusuri I vogël, s'kan vogël, merr kusur, merr gjysbuke. Arresti në burg është një mas sigurimi e cila është ekstremja. Është pasi çdo mas tjetër nuk funksionon, do të caktosh arrestin në burg. Por ti nuk I ke provuar masat e tjera. Për ta ndim se e dini, por nga Këshilli I Europës. Të gjithë elementet. Kanë ardhur tash ai keni konsumuar të gjitha fazat që keni shku deri ke arresti, që fillon arresti I shtëpisë. Po këtë e ka thënë Strasburgu në rastin Gëllçi kundër Shqipërisë dhe në një rast tjetër kundër Shqipërisë. E ka thënë Strasburgu, e ka thënë Këshilli I Europës. Kinese ndash Meta, ndash Velia, ndash tjetri, ndoshta mund dalin Strasburg për shkelje të procedurave edhe pushohet çështja. Sepse arresti në burg është mas ekstreme e cila duhet përdorur në raste përjashtimore, jo në raste të zakonshme. Mirë se e ke bosë kusur. Si kusur. Dhe prandaj duhet që të përcaktohen saktësisht kriteret. E para, e dyta, e caktove arrestin në burg. Mbaroj, u vendos. Është u vendosi gjykata. Nuk mund ta trajtosh njeriu ti. Të trajtosh format. Ka një ligj të posaçëm, ka disa kritere dhe standarde për trajtimin e të paraburgosurve. Se çfarë është një paraburgosur? Një njeri që dyshohet se ka bërë diçka dhe duhet izoluar. Po kjo nuk do të thotë që nuk është më njeri. Kjo nuk do të thotë që nuk jeton më. Ai jeton po I kufizuar. I kufizuar, kaq. Kjo është e thjeshtë. Kështu që ti si shtet, madje merr përsipër shumë më tepër përgjegjësi se ai po të ishte në shtëpinë e vet, do përgjigjej vetë për smundjen. Kurse ti si shtet kur e izolon duhet përgjigjesh ti për smundjen e tij, sepse ai nuk është I lirë të veprojë. Dhe ka dhe kosto për shtetin. Po patjetër, kostot janë skandaloze. Dhe kjo tjetër që po ashtu e dini me siguri, është shqetësuese, jo se tha kryeministri Rama, por që ka më shumë të burgosur pa dënuar se sa të burgosur dënuar. Kjo nuk është vetëm ke arrestin burg. Kjo është dhe ke dështimi I reformës, që s'mbarojnë dot gjyqjet, zvarriten gjyqjet. Njerëzit rrin burgjeve për dosje komplet ordinere në kuptimin të thjeshta, se për fjalën ta përdorin literalisht ordinere, dhe zvarriten dhe për këtë arsye paraburgimi te I kalojnë ndonjëherë dhe masën e dënimit. Sepse s'mbarojnë gjyqi, zvarritet gjyqi, arresti në burg caktohet pa kriter, paraburgimi zgjatet sepse nuk mbarojnë gjyqi shpejt dhe jemi në këtë situatë. Shqetësimin unë e kam te kryeministri Rama ose te mazhoranca në përgjithësi, te fakti pse kujtohen tani, është shumë e shpifur.
Është as pak racionale dhe as pak po të themi në standard. A nuk e ke parti kur të mbushte prokuroria dhe gjykata burgjet për drejtim mjeti pa patent, për atë që kishte pirë një gotë më shumë, për ai që nuk paguante mirë vithe energjinë elektrike, nuk paguante vithe, se është koncept tjetër, për atë që ndërtonte pa leje. Ti a nuk i pe ato? Ku ishe ti? Në momentin që të vjen ke dera jote dhe kërkon kauza është e drejtë, por është në kohën e gabuar. Dhe fundit fare nuk zgjidhet kjo me vendimet gjykatës lartë. Shumë mirë gjykata e lartë që mori një iniciativë të tillë për të rregulluar standardet e arrestit në burg nëpërmjet një vendimi unifikues që lejon ligji. Por ti në rast se je serioz si shtet, të vëmë ke serioziteti i Republikës dhe përballja tamam me problemet, çosi mazhorancët tuaj, po, unë do ndryshoj kodin e procedurës penale dhe do them, arresti në burg lejohet vetëm në 1, 2, 3, 4 raste. Mos e lejo atë me vendim gjykatës lartë, vendim unifikues. Po më ke qenë prokuror, do të bësh arrestin në burg këtu në njerëzve? Vendimi unifikues është unë dro e marë, ti dro se merë. Do qohet prap gjykata e lartë, do thotore se keni zbatu mirë, ta ribëjmë prap, kurse në kur e bën në kodin e procedurës penale, është detyruar. Dhe arresti në burg, që ju thoni, do kisha caktuar, sigurisht që jo, në rast se ti cakton arrest në burg për një ish të madh, kush do qoftë ajo, ose për një që është në detyrë, pse të pengon ty ta caktosh arrest në shtëpi? Po. Të pengon ty ta caktosh garanci pasurore, në rast se unë Ilirin e akuzoj që ka vjedhur, dyshoj që ka vjedhur 10 milion, 20 milion, 30 milion euro, se këto eurot janë bërë kështu tani. A kemi dhe një atë në rast se unë i them po i dashur, do ti stako ato që quhet garanci pasurore, 5 milion euro aty në derë gjykatës, futi në bank si garanci dhe ndaç mos ik, e vazhdoj gjyqin mungesë dhe tënde, se ka të një koncept. Ne kemi frikë, duam njerëzit patjetër para burgim që quajmë atë ndëshkimin, dënimin. Jo vëlla, ble mos jeti i kapur personi, stakove ti 5 milion euro a 5 milion në relativitet. Po pra, garancia pasurore quhet në Shqipëri. Ike, një ditë nuk më paraqiten sallën e gjyqit, kur unë të kërkova të konfiskoj 5 milion euro. Dhe do të arrestohesh. Dhe do dënohesh, dhe do arrestohesh, dhe do dënohesh. Dhe në fund ti do dënohesh ti 10 vjet, po desh 20 vjet në kërkim. Unë procesin e rehabilitimit me ty e zgjidha të izolova, se ti nuk del do të lirë, të mora parat, edhe të bëra të jetosh me frikë 20 vjet, do kapem sot, do kapem nesër. Po kjo është pra nuk është hakmarrja. Po, ke plotësisht drejt, dhe kjo funksionon kudo. Ore letike. Se kemi një koncept neve, o babo nuk është në burg, nuk qëhet i dënuar. Rëndësi ka ti gjesh prova të dënosh. Edhe një gjë, Spaku, e ka më shumë qëllimin kënë dëshkimi për të kriju atë që thash statistika një rëndim. Po funja funit mos duhet as dënimi, merë paret. Ajo është si e ma e kuptova. Apo punon Spaku, BKH-ja, për parat më dha. Për hir të vërtetës, se funit ka filluar të shi një kulturë në Shqipëri që edhe unë po e bëj vit burg, 2 vjet burg edhe po marr milione po jetë rehat. Për hir të vërtetës aty kjo krijon një precedent, një kulturë shumë të keqe. Aty ka një vështirësi shumë të madhe në fakt. Se e ka tërbota në fakt. Po, e vërtetë. Hetimet pasurive, hetimet që kanë lidhje drejt për drejt me atë të famshëm follow the money janë vështira. Janë shumë. Edhe Al Capone se dënuar për dënuar për evazion. Dënuar për kontrabandën që e futën prandaj, dënuar për evazion. Edhe të gjithë këto elemente janë shumë të vështirë. Po e rëndësishme është të kuptojmë që në rast se Spaku e filloi me sekuestrimin e 2-3 milionë euro dhe vitet e para, dje arritën në 45 milionë euro. Nuk është pak. Ti do thuash janë miliarda që qarkullojnë. Po fakti që ky po rritet tregon që po hecën diçka në rrugë të mbarë dhe mbi të gjitha nuk është drejtësia, po themi si kontabilitet. Unë arrestova këtë dhe duhet ja marr të gjitha. Unë nësi ka ta çarmatos, mos ketë më mundësi financiare të bëj prap krima i person. Dhe patjetër që duhet bërë shumë më tepër në kthimin e parave të vjedhura, të korrupsionit, të krimit organizuar, që të fuqizojnë sa më tepër shtetin dhe të çkurajojnë kriminalin, sepse sekuestrimi i parave nuk është që të mbush arkën e shtetit. Sekuestrimi i parave është i liri që është trafikant, mos ketë më lekë bëj trafik prap, e para. E dyta, pasaj vem ke çdëmtimi që ju thoni që është i rëndësishëm çdëmtimi, por rëndësi ka që po rritet dhe mbi të gjitha, po ta kuptosh ne jetojmë në Tiranë, jetojmë kudo. Ti e kupton tash që nga Afrika
që ajo që quhet fuqi parandaluese, nuk ke më kështu shumë tregtar që të luajnë shumë me lekët, të hedhin, në qifen, nuk investojnë kollaj, maten 7 herë për të blerë diçka. Eugen, mendon se ardhja e SPAK-ut e ka ul korrupsionin? Kjo është çudi. Ne për këtë duhet pyesim sociolog për Shqipërinë. Është rritur në mënyrë të ndjeshme sulmi kundër korrupsionit, janë arrestuar zyrtar të lartë që merren me korrupsion, është rritur statistika e luftës kundër korrupsionit në çështjet penale konkrete, në pandeun ato që ne quajmë statistika, por perceptimi është që korrupsioni është rritur. Atëherë këtu ka një problem madhor, këtu ka një problem sistemi, nuk ka problem as SPAK-u. Këtu ka një problem i cili duhet të mendojmë të zgjidhet në formë tjetër. Në rast se në një orkestër violina i bie një akordi tjetër, daullen e mban një tjetër dhe të gjithë krijohet kakofoni, nuk dëgjon më muzikë, ti dëgjon vetëm zhurmë. Në një shtet ku SPAK-u detyrohet të punojë me shumë struktura dhe segmente të pa organizuara dhe që nuk e luftojnë realisht korrupsionin, nuk do kemi rezultat. Po ta vesh re, bëj një rekord ose bëj një njësi mace atë të famshmen. Ndërhy dhe ka petalone. Çoj SPAK-un në çdo institucion, të fillojë një çështje penale. Do të qej korrupsion pafund. Në çdo vend ta çosh. Në çdo vend është tamam fut dorën në thes, do gjesh patjetër një mollë të kalbur. Ju thatë një gjë më vend, domethënë është sistemi. Dhe unë jam plotësisht dakord, sepse qoftë në Amerikë, qoftë Perëndim, e dim që ku do njerëzit nuk janë engjëj. Por njeriu që kur lind për veten e tij për të marrë diçka, për të përfituar. Problemi kush e pengon? Dhe prap akoma ka atje. Po jo në këtë shkallë. As diskuton ne. Sigurisht që edhe do bashkëtoj me njerëzim. Do bashkëtoj. Por problemi është ku i ndruan, dhe po t'japi shembull. Kur u kap një shef policie në Massachusetts, në Boston, një rajoni me fjalë, dhe kishte apozuar me $15,000, kur jo. $15,000 këtu i kanë karameles. Nuk të afron ke zyra. Hoqen është karkun me gjithë 2 bashkëpunëtorët e tjerë, u bë gjyqi në gjendje të lirë dhe sa u dënuaj? 15 vjet. Pse? Jo për $15,000. Se mund vjedhur 150.000, 1 milion. Për fenomenin. Jo, për abuzimin që ka bë pushtetit. Po për fenomeni, është fenomeni, nuk është vlera. Nuk është vlera, është abuzimi si e njeri i besum, domethënë. Është njësoj sigur ti humbet besimin. Humbet besimin. Edhe humbet besimin jo ke personi, por ke institucioni. Po çfarë kanë bërë? Këtu kanë bërë një ide. Dhe këtu ajo që nisë janë në harmoni gjithë institucionet e drejtësisë. Jo, edhe të ekzekutivit, të gjithë duhet të jenë në harmoni me njëri tjetrin dhe ti thonë jo korrupsionit. Po e bëjmë si ato parrulla, ti themi jo korrupsionit. Se më kujtohet një fushatë disa ndërkombëtarë. Megjithatë atje ka korrupsion sa duhet, po e kanë çiksit ligjë. Para disa vitesh në Shqipëri na thanë që do i themi jo korrupsionit dhe do bëjmë një fushatë. Thashun do ndrojmë në ligj, do bëjmë në gjë, do shtojmë në gjë. Jo, tha do bëjmë disa stilolapsa, disa kështu, tha dhe ti themi jo korrupsion. Edhe i tham jo me bluza korrupsioni, me stilolapsa, me kështu byzylyqe që janë këto. Dhe ideja është tu, në rast se në shtet ato mini digat që luftojnë korrupsionin, se ku fillon ajo mini diga që lufton korrupsionin? Që ke bashkia, ke komisioni i tenderave. Pastaj vjen te kryeministria, te drejtoria antikorrupsionit, te drejtoria e pastrimit parave, te doganat, te taktimet. Këto janë mini digat e vogla që mbajnë lumin e korrupsionit. Në rast se këto mini diga nuk funksionojnë, do mblidhen përrejnë të këtyre, do krijojnë një lum që s'ka SPAK që i mban. Prandaj digën kryesore nuk mund t'ja lëm vetëm SPAK-ut që të mbajë këtë lumin e madh të korrupsionit. Dhe prandaj duhet të themi që politika po luan me hile. Thot kam krijuar SPAK-un, thot, dhe ai do luftoj korrupsionin. Jo, po duhet thuash dhe ti çfarë po bën. Duhet të kesh sistem kontrolli të brendshëm. Duhet të kesh dhe ti të tërë mekanizmat që të funksionojnë. Dhe nuk mund të thuash mos SPAK-u je çfarë po bën. Ndërkohë ti këtej ja kërcet. Drejtoria jote nuk funksionon kundër pastrimit të parave. Drejtoria dogane nuk funksionon. Policia e shtetit nuk funksionon në pjesë të krimit të ekonomike të elementeve. Dhe kthejmë vetëm kokën nga SPAK-u, ore ata jo heronjtë e fëmijët tanë janë, e fëmijëve tanë janë, po Spidermanat janë të gjithë, nuk bën dot gjë. E kemi edhe çik si kulturë shoqërore, sepse
që të korruptohesh, duhet të kesh dhe një që ushqen korrupsion. Është e vërtet ajo. Na e kanë lënë që me emrin edhe rryshvet, na e kanë mësuar herët ato 500 vjeçarët. 500 vjeçarët. Na e kanë quajtur rryshvet. Ne sot e kësaj dite i themi rryshvet. Rryshvet. Ja, për ta mbyll, Eugen, dhe ishte me gjithmonë kënaqësi biseda me ju dhe besoj do të kemi tjera. Patjetër. A mendon se kjo lloj mënyre e aksioni e spakut, e drejtësisë për korrupsionin është kthyer më shumë në një demagogji se sa konkretisht po lufton korrupsionin dhe a ka ndiku kjo në paralizimin e administratës? Pra vim prap ke hallet e njerëzve. Dakor, po ti e di unë pak të me ç'njoj, me shoh, njerëzit tash edhe janë ato administrata poshtë. Por biznesmen administratë të gjithë është paralizuar dhe nuk bë dot punë. Kjo është e vërtet. Është e vërtet. Domethënë, a nuk duhet krijojmë ca balanca ka dy element. Aksioni nuk mund ketë asnjë gjë sterile në botë. Aksioni sepse edhe vetë Kocpakut nuk janë steril, nuk kanë. Patjetër që kanë aty probleme sa duash. Aksioni nuk është i mirë. Asnjëherë nuk mund të funksionojë diçka me aksion. Në rast se diçka funksionon me aksion, është hajde të presim sa të kaloj vala dhe pastaj të futemi në marrë. Se ky është thelbi. Por në rast se ne sot si shoqëri do e kuptojmë që spaku, gjykata, prokuroritë e tjera bëjnë detyrën për ditë, dhe s'kemi pse i duar trokasim, s'kemi pse themi bravo të qoftë. Faleminderit, s'kemi pse i duar trokasim, valla se s'po bëjnë jo detyrën. Nëse ata bëjnë detyrën për ditë, ne jemi shumë të lumtur. Në rast se detyra bëhet një muaj po, një muaj jo, ose pas 6 muaj ta bëjmë me fushat, atëherë nuk kemi zgjidhur gjë, nuk fusim dot mentalitetin dhe edukojmë mentalitetin. Dhe e dyta që ajo që thonë ju kanë frikë administrata. Ka një problem madhor. Në rast se prokuroria, çdo lloj prokurorie, kur merr një në punës të administratës, nuk vlerëson dhe analizon sakt të gjithë elementet që ai në punës së administratës ka bërë, sigurisht që ai do ketë frikë. Po di çfarë ndodh sot? Kjo ndodh që ty antarët e komisionit të tenderit, po themi të KVO-s, ato që quhen komisioni vlerësimit të ofertave. I marr dhe i them, hajde më tregoti çfarë ka bërë drejtori. Jo, unë do marr dhe do i them, hajde më tregoti si e ke zbatuar ligjin ti, personalisht vetë. Le çfarë ka thënë drejtori ty. Ti në rast se ke shkelur ligjin dhe të ka thënë drejtori dhe ti e provon që drejtori të ka bërë presion, hajde bëu i penduar. Dhe zgjidhe problemi me drejtorin. Por tash çfarë ndodh? Çfarë ka thënë drejtori? Çfarë ndodh tash me administratën tonë? Se është me hile dhe ke administrata jonë. Në pamje të parë duket fuqi parandaluese. Bravo qoftë Spakut, i trëmbi të gjithë. Edhe ligji penal këtë fuqi ka, të parandalojë, ta trëmbi lirin që mos bëj diçka. Por në kur duke hyrë në thellësi, ne po kuptojmë diçka tjetër. Nuk mund të bësh ti si kapetan në brenda administratës tënde dhe pasi ke shkelur gjitha ligjet, pasi ke marrë çfarë ke marrë në raport mbase të shdrejt me drejtorin, drejtori ka marrë 10, ti ke marrë 1. Por kur vete ke prokuroria thua, më urdhëroi drejtori i liri mua se do shkarkoj nga puna. Stop. Ka shtet, ka ligje në kuptimin e mirë të fjalës. Të tha i liri ty do të heq nga puna. Shkove raportove, i re derës ti më bëri presion. I theti nuk bëra ato. Jo, po ke marrë vetë pjesën tatë të rishfetit. Jo vetëm aq, po këtu vem dhe ke mentaliteti i popullit. Them që të kem rrogën unë që mos iki nga puna, po mirë po firmos dhe një shkelje ligji. Jo, nëse ti ke karakter, dili përballë, ti do thuash është utopike, po kështu do ndodhi, po s'filloj kështu nuk mund të zgjidhet. Jo, po kështu ka ndodhur gjithë botë. Megjithatë, Eugen, e fundit, a mendoni se edhe kjo nxitimi që i kanë dhënë ndërkombëtarët kësaj lëvizjes kundër korrupsionit dhe sistemit drejtësisë, a mendoni se edhe këta vetë kanë ndikuar negativisht në kuptimin që në vendet e tyre kjo ka qenë një proces i gjatë, nuk është bërë në një etapë 10 vjeçare. Ka qenë qindra vjet. Tu e bën për 2 vjet xhanën po. Po, qindra vjet, pra a duhet pajtohemi me atë që duhet fillojmë ajo që theti të fillojmë, tamam, ndërtojmë plintë tamam, ndërtojmë sistemin tamam dhe pastaj duke ecë rrugës, sepse kështu ajo që thotë aksion marroi aksioni fillo prap. Edhe më duket se edhe në politikë dhe në drejtësi dhe në atë shoqërinë civile, ne jemi po sillemi në një rreth vicioz. Po pra, sepse sillemi në një rreth vicioz ka 36 vjet. Un kam një mendim tjetër për ndërkombëtarët.
Kam punuar shumë me ndërkombëtarë, kryesisht me amerikan, me organet zbatimit ligjit të tëra formave të Amerikës. Dhe kam konstatuar diçka shumë interesante. Politikanët diplomat që janë këtu, nuk e kanë haberin se ç'bëhet. Ma kanë thonë dhe tjerë në Amerikë. Profesionistët, po themi FBI-a, CIA, Departamenti i Drejtësisë, të tërë elementet tjerë, janë me këmbë në tokë. Dhe kemi biseduar me ta dhe e kam parë, s'është sekret, dhe e kam parë që teknicienët e huaj, ndërkombëtar, thonë ore ka diçka që nuk shkon, nuk po bëhet mirë, as reforma, as këto elementet. Kurse diplomatët, politikan, thonë jemi shumë mirë, jemi okay, mbase nga mentaliteti, mbase nga monotonia që ju krijon puna, mbase nga, po themi dhe nga mediokriteti që për mos thonë ka dështu, po është shumë e rëndë gjendja e reformës. Dhe çfarë ndodhi me ta? Ata për shkak të faktit që e shitën dhe thanë që ne kemi bërë një sukses të jashtëzakonshëm në Shqipëri, nuk të rriqen dot më prapsh. Ky është thelbi. Kjo është thelbi. Dhe mbi të gjitha duhet kuptojmë që ndërkombëtarët kanë prioritetet e tyre. Unë në një 10 vjeçar që kam punuar ngushtë me ta, kam parë shpesh herë dhe fjali që duken çuditshme. Ore i thosha, po kanë ambizohet tërë vendi, do na ndihmoni në këtë pjesë, s'na intereson fare, duam terrorizmin dhe spionazhin e elementet e tjera. Dhe ne duhet kuptojmë gjithmonë, hallet tona i zgjidhim ne, ata do zgjidhin hallet e tyre nëpërmjet nesh. Nëpërmjet nesh, edhe interesat e tyre, dhe patjetër. Eugen, faleminderit. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit.